Kolapsi ka mbërritur në tregjet europiane. Tarifat amerikane po rëndojnë tregjet dhe dita e fundit e javës ishte shumë e vështirë për bursat botërore. E vetmja me një shenjë pozitive ishte Moska. Pjesa tjetër nga lindja deri në perëndim janë vetëm me shenja minus përpara. Më e keqja shihet në zemër të Europës, më saktë në Milano, ku në Piazza Affari indeksi FTSE MIB pësoi një rënje drastike me 7.5% mëngjesin e sotëm. Kjo rënje drastike ka sjellë në vëmendje atë rënjen e papritur të regjistruar në ditën e sulmeve ndaj kullave binjake më 11 shtator 2001. Indeksi ka regjistruar 10 seancat më të këqija ndër vite, më 24 qershor 2016. Me rastin e referendumit pas Brexit, lista e çmimeve regjistroi një rënje 12.48%, më 6 tetor 2008 me falimentimin e Lehman Brothers. Rënja ishte 8.24%. Humbjet janë të përqendruara mbi të gjitha në stoqet bankare, por edhe Wall Street, i cili u mbyll dje minus 4%, po shkon drejt një hapjeje shumë të rëndë. Ndaj pasojat nuk janë zbehur një ditë pas shpalljes së vendosjes së tarifave reciproke nga presidenti amerikan Donald Trump. Kryeministre Meloni, duke kritikuar politikat proteksioniste të Trump, bëri thirrje për qetësi dhe për të pezulluar rregullat e marrëveshjes së madhe për sektorin e automobilave, ndërkohë që BE përgatit përgjigjet dhe negociatat. Vendosja e tarifave amerikane për mallrat e BE-s është një zgjedhje e keqe, por jo një katastrofë. Duhet të shmangim alarmizimin dhe të merremi me SBA-n, duke bërë një diskutim të sinqert, sepse përgjigja me më shumë tarifa nuk është zgjidhja më e mirë. Për më tepër, Italia do t'i kërkojë Evropës një rishikim të paktit të stabilitetit, i cili aktualisht është i nevojshëm, tha Meloni. Pas së patës për mallrat evropiane të shpallur nga Donald Trump, kryeministra Giorgia Meloni anuloi të gjitha angazhimet ditore dhe thirrri krerët e departamenteve përkatëse në Palazzo Chigi për një samit urgjent për të studiuar veprimet e mundshme mbi tarifat amerikane, të cilat rrezikojnë të godasin si tsunami ekonominë italiane dhe evropiane në përgjithësi. Në takim morën pjesë nga ministri i ekonomisë Giancarlo Giorgetti, tek ministri i biznesit dhe Made in Italy Adolfo Urso, ai i bujqësisë Francesco Lollobrigida, kreu i ministrisë së çështjeve evropiane Toma Matteo Salvini, fizikisht i pranishëm dhe Antonio Tajani, i lidhur nga Brukseli. Prioritet për qeverinë mbetet gjetja e një marrëveshjeje me Shtetet e Bashkuara. Kryeministre Meloni nuk përjashtoi përgjigje adekuate nëse është e nevojshme, por ekzekutivi synon të shmangë efektet e një kundërofensive evropiane ndaj tarifave amerikane. Ndodhur në këtë situatë, recesioni global duket i pashmangshëm. JP Morgan, firma amerikane e shërbimeve financiare shumë kombëshe, tha se tani sheh një shans 60% që ekonomia globale të hyjë në recesion deri në fund të vitit, nga 40% që ishte më parë. Politikat shkatruese të SBA-s janë njohur si rreziku më i madh për perspektivën globale gjatë gjithë vitit. Efekti ka të ngjartë zmadhohet përmes hakmarrjes, tarifave, një rrëshqitje në ndjenjën e biznesit në SBA dhe ndërprerje të zinxhirit të furnizimit, u tha nga JP Morgan, raporton Reuters. Korporata amerikane S&P Global gjithashtu rriti probabilitetin e tij subjektiv të një recesionit të SBA në mes të 30% deri në 35% nga 25% që ishte në mars. Javën e kaluar përpara shpalljes së tarifave të 2 prillit, Goldman Sachs gjithashtu rriti probabilitetin e një recesioni të SBA-s në 35%, duke vënë në dukje se bazat ekonomike nuk ishin aq të forta sa në vitet e mëparshme. Firma të tjera kërkimore, duke përfshirë Barclays, BofA Global Research, Deutsche Bank, RBC Capital Markets dhe UBS Global Wealth Management, paralajmëruan gjithashtu se ekonomia amerikane përballet me një rrezik më të lartë të rrëshqitjes në një recesion këtë vit, nëse taksat e reja të Trump mbeten në fuqi.